zgjedhjeve të 11 majit. Kujtojmë që jemi pak ditë nga publikimi i emrave zyrtar për kandidat për deputet dhe padyshim dhe organizimi zgjedhjeve, por edhe kjo çështje do të jetë në tryezën e diskutimeve. Apo jo, Raziela, linja më njëherë për ty, cilat janë të dhënat që ti ka arritur të zbulosh? Mund quhet hermetike pa diskutim arbër, ne mediat jemi pozicionuar shumë metra larg pallatit të brigadave nga krahu tjetër i rrugës, pasi takimi që kryeministri Edi Rama po zhvillon me ministrat e kabinetit, me drejtuesit politik të qarqeve, kryetarin e grupit, po ashtu është edhe kryeparlamentarja Elisa Spiropali, e kanë cilësuar si një takim informal që nuk do duhet kishte normalisht vëmendjen e media si pas tyre. Për këtë arsye edhe informacionet janë të pakta, por ajo që kemi mundur të mësojmë është se në pjesën e parë të takimit, në 2 orët e para nga ora 2 deri rreth orës 4, diskutimet janë fokusuar tek programi i Partisë Socialiste, mënyra se si ata do të shkojnë në zgjedhje dhe oferta që do t'u japin qytetarëve në këmbim të votës për të fituar mandatin e 4 qeverisës. Ajo çka dim është se do të bëhet gjithashtu një analizë punës nga strukturat e Partisë Socialiste, një analizë punës së kabinetit qeveritar, por sigurisht që, siç e the edhe ti, një fokus të rëndësishëm do të kenë zhvillimet elektorale, vota e diasporës, që është në fokus të Partisë Socialiste dhe të vetë kryeministrit Edi Rama, pasi vetëm pak ditë më parë përfundoi edhe afati i regjistrimit të emigrantëve, e tashmë strukturat e Partisë Socialiste do duhet përgatiten për të bërë fushat të mirëfillt me ta, pra për t'i kërkuar votën në favor të logos së tyre, të partisë së tyre, çka është edhe fokusi kryesor i kryeministrit Edi Rama, pasi deri më tani të paktën energjitë edhe ai vetë personalisht dhe porosit që u ka lënë të tive kanë qenë të përqendruara tek vota e diasporës. Një tjetër çështje me rëndësi sigurisht është ajo e listave të kandidatëve, pasi vetëm pas pak ditësh, pra në datën 12, pas 5 ditësh përfundon edhe afati i dorëzimit të kandidaturave të deputetëve, të listave për kandidat për deputet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, dhe në këtë mbledhje besoj se drejtuesit politik të qarqeve, edhe pse nuk e kemi një informacion të konfirmuar zyrtarisht, do duhet të shkojnë në tryezën e kryeministrit Edi Rama me propozime konkrete sa i takon zonës së tyre elektorale, personazheve apo figurave të spikatura që ata mendojnë se do ta përfaqësojnë ndenjësisht Partinë Socialiste në zgjedhjet e 11 majit, ndonse këto pra propozimet që vijnë nga drejtuesit politik nuk do të jenë varianti final, pasi listat, propozimet e tyre do të kalojnë në filtrin e vetë kryeministrit Rama dhe të kryesisë së Partisë Socialiste për të finalizuar listën zyrtare që do dorëzohet në 12, do duhet të dorëzohet deri në datë 12 mars, dhe nga tradita, nga ajo çfarë dim se si ka ndodhur më herët me partitë politike, 2 partitë e mëdha, paktën Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike, kanë shfrytzuar edhe minutat e fundit të afatit për të dorëzuar listën e kandidatëve. Pritet për të parë nëse do të ndodhë kështu edhe në këto zgjedhje, por është pak po e sigurt që diskutimet për hartimin dhe mënyrën se si do të pozicionohen eksponentët e Partisë Socialiste në këto zgjedhje, në listat e hapura apo në listat të mbyllura, kanë filluar, ndonse është ekskluzivitet i kryeministrit Edi Rama të vendosë se si do të pozicionojë secilin prej tyre në këto zgjedhje. Doktor Raziela, ti ke deklaruar që do ketë dhe një takim tjetër nesër, mos gabojmë, një retreat, apo ky është ai takimi që do zhvillojë nga zoti Rama me të tij? Është një vazhdimsi e këtij retreati, duhet të thënë Arbër, pra ky takim, kjo analizë pune siç është cilësuar, do të shtrihej në 2 ditë, dita e sotme, dhe sipas parashikimeve pritet që të mbarojë rreth orës 18, të paktën oraret që ishin përcaktuar qysh më herët, e do të nisë sërish ditën e nesërme, po në orën 14, përzgjatur sërish deri në orën 18 pas ditën e nesërme, por duke qenë se dita e nesërme përkon edhe me festën e gruas, ditën e gruas, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një takim me gratë socialiste, me figura të spikatura të kësaj force politike dhe kontributore ndër vite, por sigurisht që është konsiderohet gjithsesi si një vazhdimsi e kësaj analize pune që ka nisur që ditën e sotme.
Mira Zela, të falenderoj për këto detaje, sa po të kesh të reja do lidhemi përsëri bashkë. Falenderoj për momentin.